Flori, në memorien time tani, majca unë e kam ndjekur dhe nuk është se kam ndjekur pa vëmendje krijimtarinë tënde, sjell në mend dy personazhe tipik. Policin dhe imitimin e Edi Ramës. Cila është domethënia e këtij binomi, Polici dhe Rama? Çfarë kanë të përbashkët? Unë them që nuk kanë asgjë të përbashkët, sepse ai Edi Rama që unë kam imituar në Portokalli, është bërë ky Edi Rama që është bërë sot. Pra njerëzit qeshin në atë kohë, sepse nuk e shihnin këtë gjë. Dhe sot që e shohin, nuk bën më për të qeshur. Ndërkohë që Polici, Kola, kanë ndëjtur i njëjti. Nuk ka bërë pakt as me mafin, nuk ka bërë pakt as me të pasurin, as me qeverin, me atë rrogën e vogël, me atë shtëpinë e vogël në Bathore, vazhdon të mbrojë vendin me aq mend sa ka. E kanë hequr nga puna Kolën? E kanë heq, ka hyrë prapë, e kanë marrë prapë, e kanë heq, e kanë marrë prapë, e kanë ulë nga detyra, gjë që i kanë ndodhur gjithë profesionistëve, edhe në shtet, edhe në privat, nga ndikimi i keqeverisës. Kryeministri ka qenë miqësor me ty kur e imitoje? Në fillim po. I pëlqente? Në fillim po e shihte, kush nuk e shihte Portokallin në ato vite, deri nga viti 2014-15 që ka qenë dhe takimi unë i fundit, dhe si mi takuar më që atëherë. Por mbrapa, në vesh, më kanë ardhur ankesa për mënyrën se si i bënim numrat në Portokalli. Unë kam dash gjithmonë ta shtyj çik më shumë se ç'duhet, pra të bëj një karikaturë të tij në Portokalli. Kjo shpeshherë ka kriju pakënaqësi, për shembull, kemi bërë një numër me Marinin mbas marrëveshjes së 17 majit me Lulzim Bashën, në një krevat, këta të dy lakuriq, sapo kishim mbaruar dhe ajo pati një jehon të llatarshme. Mirë, sot fatkeqësisht këtë lloj kundërpërgjigje nuk e gjen më. Nuk bëhet më. Dhe them me keqardhje të madhe. Mungon Portokallia? Jo se mungon Portokallia, po mungon ajo hapësira, koha, të cilën unë i dedikoja krijimtarisë. Apo i mungon Portokallisë? Po besoj, ajo i takon më shumë ta thonë njerëzit. Unë besoj që mbas 18 vitesh rritesh mjaftueshëm që edhe çdo aktor bëhet më i madh se skena ku është rritur, edhe skena nuk ka ç'a jep më, po edhe aktori nuk ka ç'a jep më ke skena. Është si puna e jetës njeriu. Vjen një moshë ti duhet largohesh nga shtëpia ku je rritur. Po pa diskutim me respekt, sepse i kemi dhënë asaj skene dhe na ka dhënë. Të josh teatri? Teatri është një formë e jashtëzakonshme e shërimit social, kulturor të një populli dhe ne kemi sot më pak teatra se çka pas Tirana 1925 ose 26, pra para 100 vjetësh. Kemi gjithë të qytet dhe kemi vetëm 2 salla. 2 salla e gjys me mik. Ndërkohë që çdo lagje duhet kishte një sallë të vetën, aktor ka pafund, Akademia e Arteve prodhon aktor pafund, regjisor pafund, piktor pafund, kërcimtar pafund, muzikant pafund dhe enden në ajër kështu si polene nuk din ku të shkojnë. Ndërkohë, ky që e quan veten artist, e kemi parë se çka ka bërë për artin. Vetëm artist nuk është. Artist nuk është, artist është. E ka qenë pedagog, përveç të tjerave. Shiko. Tjetër gjë pastaj sa të pëlqen apo jo arti që ai bën, por mund të themi që nuk është artist? Në komunitetin e artistëve, po t'i pyesësh, duke parë dhe çka bër, ç'bën dhe ç'do të bëj, realisht nuk ka lidhje fare me artin. Një artist nuk mund të mos ketë ndjeshmëri. Gjëja e parë që ka më të zhvilluar se sa njerëzit e thjesht është ndjeshmëria, prekshmëria, gjë që nuk e ka.